Një tjetër plazh publik falas i shtohet qytetit të Vlorës. Bashkia e Vlorës vijon të zgjerojë hapësirat publike në shërbim të qytetarëve dhe pushuesve, duke krijuar mundësi që edhe familjarët me të ardhura të kufizuara të shijojnë sezonin veror pa kosto shtesë. Këtë të premte ndërmarrja e shërbimeve publike ka nisur punën për sistemimin e një tjetër plazhi publik falas në zonën e Lungëmarrës. Punojësit e ndërmarrjes kanë filluar vendosjen e rreth 50 çadrave dhe shezllongëve, të cilët do të jenë në dispozicion të qytetarëve pa pagesë. Hapësirat pritet të jenë plotësisht funksionale që këtë fundjavë, duke dhënë mundësi familjeve, të rinjve dhe të moshuarve të kalojnë ditët e nxehta të verës në Bregdet, pa pasur nevojë të paguajnë për shërbimin e çadrave dhe shezllongëve. Ky investim vjen në një periudhë kur fluksi pushuesve në Vlorë po rritet, ndërsa qyteti pret vizitor, vendas dhe të huaj. Krijimi i hapësirave publike falas konsiderohet një lehtësim i rëndësishëm për qytetarët, veçanërisht për familjet që zgjedhin të kalojnë pushimet në qytetin bregdetar me një buxhet më të kufizuar. Plazhi i ri publik në Lungëmarrë është investimi i dytë i Bashkisë së Vlorës gjatë këtij sezoni turistik. Pak javë më parë, në zonën e plazhit të ri, u vendosën mbi 100 çadra dhe shezllong falas, të cilët janë përdorur gjerësisht nga qytetarët dhe turistët. Interesi i lartë për atë hapësirë publike duket se ka nxitur zgjerimin e kësaj nisme edhe me një tjetër segment të vijës bregdetare. Përveç vendosjes së çadrave dhe shezllongëve, punojësit e ndërmarrjes së shërbimeve publike do të kujdesen edhe për sistemimin e gjithë zonës, pastrimin e rërës dhe krijimin e kushteve që hapësira të jetë më e pastër dhe funksionale për pushuesit. Synimi është që qytetarët të kenë ambiente të sigurta, të mirëmbajtura dhe të aksisueshme. Nisma vlerësohet si pjesë e politikës së Bashkisë së Vlorës për të garantuar më shumë hapësira publike në Bregdet, në një kohë kur kërkesa për plazhe falas mbetet e lartë. Çdo verë, një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve preferojnë ose janë detyruar të zgjedhin plazhet publike, duke shmangur kostot e larta të stacioneve private. Me shtimin e këtij plazhi publik në Lungëmarrë, bashkia synon jo vetëm të ofrojë një shërbim social për banorët, por edhe të krijojë një ekuilibër mes hapësirave private dhe atyre publike përgjatë vijës bregdetare. Kjo u jep mundësi të gjithë qytetarëve të kenë akses të lirë në det dhe të shijojnë pushimet verore në kushte dinjitoze. Që këtë fundjavë, plazhi i ri publik pritet të mirëpres vizitorët e parë, ndërsa autoritetet vendore u bëjnë thirrje qytetarëve që të kontribuojnë në ruajtjen e pastërtisë së ambientit dhe të kujdesen për mirëmbajtjen e çadrave dhe shezllongëve, në mënyrë që kjo hapësirë të mbetet në shërbim të të gjithëve gjatë gjithë sezonit turistik.